banori Gjesti V2. Tani, para se me arë në konkludime të shpejta të nxituara, ideja banori Gjesti V2 nuk nënkupton që Gjesti është banor i Big Brother VIP Kosova 4, por nënkupton që një banor që e kom pa une, është Gjesti madje për tej. Tani kur të madje për tej, nuk thëmë që e ka lojën më të mirë se Gjesti ose më të keqe, se nuk e kena pa, apo jo. Me që nuk e kena pa, duhet veç me presupozu. E personi më ka pëlqyer qaq shumë, ja kom përcjell do intervista, ja kom përcjell do video, kreativiteti i tij, ideja e tij, mendoj që ka me konë jashtëzakonisht interesante. Person prej mashkujve gjithmonë t'u bazu që listën e banorëve që kom e emnin që po e paramendoj, si du t'ja thëmë pasë që të fillon për kono fjala, është ai banor. Dhe unë jam i bindur që do t'jetë, ama është shumë interesant me po. Banorët nuk janë super vipa që shi prit një ju, po janë super interesant.